Buldozerët hynë këtë mëngjes në zonën e liçenit të Ujmanit. Brenda pak orësh nisi rënimi 11 objekteve të ndërtuara pa leje në pronën e Iber Lepencit, në një nga zonat më vitale të shtetit të Kosovës. Të gjitha këto objekte të ndërtuara pa leje në pronën e ndërmarrjes publike hidroekonomike Iber Lepenc u rënuan nga Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor me asistimin e Policisë së Kosovës. Sipas zyrtarëve të Iber Lepencit, objektet janë ndërtuar ilegalisht në pronë publike dhe se aksioni ka për qëllim rikthimin e saj në administrimin e ndërmarrjes. Në vazhdim të aksionit për lirimin e pronave të uzurpuara të NPH Iber Lepenc sh.a në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme ka filluar rënimi i 11 vilave buzliçenit të Ujmanit. Paralajmërimet janë dërguar me 3 korrik, por uzurpuesit nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim, andaj sot ka filluar aksioni për pastrimin e terrenit dhe kthimin e pronës te pronari legjitim NPH Iber Lepenc sh.a. Në mesin e objekteve që u rënuan janë edhe 2 vila që i përkasin Ivan Zaporozhacit dhe vëllait të tij Sergejt. Ivan Zaporozhac është kryesuesi i Asamblesë Komunale të Mitrovicës së Veriut dhe nënkryetari i listës serbe. Policia e Kosovës njoftoi se aksioni ka nisur rreth orës 7 të mëngjesit në zonën e njohur si plazhi i shqiptarëve në komunën e Zubin Potokut dhe se gjithçka është zhvilluar pa incidente. Ne kemi asistuar Iber Lepencin. Këtu jemi ne për shkaqe të sigurisë, për shkaqe të sigurisë, ndërsa Iber Lepenci janë duke i kryer detyrat e veta, punët e veta. Kështu që deri më tani nuk kemi pas ndonjë incident ose ndonjë problem. Për aksionin reagoi edhe ashtu quajtura zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, e cila e cilsoi rënimin si të paligjshëm, duke pretenduar se është kryer pa vendim gjyqësor dhe se pronarët janë njoftuar vetëm përmes njoftimeve të vendosura në objekte. Liçeni i Ujmanit konsiderohet një nga asetet më të rëndësishme strategjike të vendit. Ai furnizon me ujë të pijshëm një pjesë të madhe të Kosovës, përdoret për prodhimin e energjisë elektrike dhe për ujitjen e tokave bujqësore.